Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Jemi në emisionin Në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radiovatit dhe Myftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radiovatit si dhe në kanalin zyrtar TV Myftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme dhe ngjarje nga jeta e pejgamberëve. Sonte bashkë me mua në studio për ta zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit është hoxha i nderuar Zia Efendi Ismaili, hatib në xhamin e Nerezit të Mesëm, me të cilin do të bashkëbisedojmë rreth natës së Kadrit. I nderuari hoxh, mirë se na ardhi. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, pasi e përmendëm që do të flasim për natën e Kadrit, a mundeni të na tregoni se çka është nata e Kadrit dhe si duhet besimtarët ta kuptojnë këtë natë? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht falenderojmë Allahun xhaleshanu për gjitha begatitë dhe mirësitë që ne po i gëzojmë në jetën tonë. Falenderojmë Allahun xhaleshanu që na bëri pjesëtar dinit Islam, na bëri pjesëtar të ummejt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po të njëjtën kohë na dalloi mes qindra mira krijesave të tjera me logjikën e shëndosh. Veçuria që neve në jetën tonë na bën ta njohim të bukurën, ta vlerësojmë të shenjtën dhe të shërbejmë vazhdimisht të mirës në jetë. Përshëndetjet tona të përzemërt ja përcjellin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithë atyre që me mundësitë e veta mundohen ta ndjekin rrugën e tij, derisa Zoti të na jep shëndetin e trupit, shëndetin e mendjes dhe shëndetin e imanit në jetën tonë. Në këta ditë të mëdhaja dhe këta net të mëdhaja, lutim Allahun. Në këta ditë të mëdhaja dhe në këta net të mëdhaja, lutim Allahun xhaleshanu që edhe jetën edhe vdekjen tonë të na bëjë të bereqetshme. Amin ya Rabbi. Mësimet islame zakonisht na përcjellin gjërat më të bukura që ne duhet ta kristalizojmë jetën tonë, duke ditur se Allahu xhaleshanu ka dalluar disa krijime prej krijesave të tjera. Nëse shohim për çështjen e pejgamberëve, Allahu xhaleshanu për 124.000 pejgamberëve ka dalluar pejgamber Muhammed Mustafa alayhis salam. Në mesin e librave të shenjtë Allahu xhaleshanu ka dalluar Kur'anin famullar, libër kushtetues që ne po e gëzojmë si besimtar musliman. Në mesin e melekëve ka dalluar melekun Xhibril, në mesin e muajve ka dalluar muajin e bekuar të Ramazanit, në mesin e vendeve ka dalluar Qabën e shenjtë, mirë po edhe në mesin e netëve të vitit e ka dalluar natën e Kadrit, natë për të cilën ne kemi vazhduar maratonën për ta kërkuar shpëtimin, faljen, mëshirën dhe dashurinë e Zotit në këtë natë. Ajo që ne duhet ta dimë është se nata e Kadrit është urtësia e Zotit e cila ka ngelur një lloj pikpyetje për krijesat e tij. Do të thot askush nga ne nuk e din të saktën e natës së Kadrit se çfarë dite apo çfarë nate do të jetë ajo. Mirë po, edhe kjo pikpyetje e cila është brenda nesh është një urtësi e Zotit, sikurse Allahu xhaleshanu dëshiron neve të na thotë: o ju njerëz, e ditura nga ana jone e cila është vetëm se ekziston nata e Kadrit në 10-ëshën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Sikurse Zoti po na tregon neve në këtë periudhë kohore dhe 10 ditore të muajit të fundit të Ramazanit, ju duhet t'i ndezni motorat imanor edhe ta fuqizoni vetveten për ta kërkuar shpëtimin, faljen, dashurinë edhe mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Jo që të mbetet e sakt, mirë po periudha kohore të cilët ju do ta angazhoni vetveten, do ta disiplinoni vetveten për kërkimin e më të bukurës në jetën tuaj, është ajo e cila do t'u ndërton juve disiplinën në jetë. Edhe ata të cilët po mirën me ndërtimin e personaliteteve apo ata të cilët po investojnë për ta disiplinuar vetveten në fusha të ndryshme, thuhet se nëse te i kalon periudhën kohore 10 ditore me të njëjtën disiplinë dhe angazhim për vetveten, sigurisht njeriu e programon vetveten në formën më të bukur që ta vazhdon atë disiplinë. Edhe urtësia e kësaj që Allahu xhaleshanu kalon një lloj pikpyetje tek ne se kur është nata e Kadrit, vetë fakti që ne duhet të vrapojmë në
këtë maratonën e 10 netësh të fundit, na tregon se ne jemi në rrugën apo në rrugëtimin për ta ndërtuar edhe një disiplinë imanore, edhe për ta fuqizuar një lloj kapitali imanor për vetveten, që në formën më të bukur edhe ta kërkojmë natën e Kadrit, mirë po edhe të na mbetet një lloj tradite e investimit në kapitalin imanor. Ajo e cila vazhdimisht bëhet pyetje për njerëzve se a është dita e 23, 25 apo 27, edhe pse ka mbetur një lloj misteri, një lloj e panjohur nata e Kadrit. Është interesant një hadith e Resulullahit alayhis salam ku thotë se zbriti Xhibrili alayhis salam dhe më tregoi për natën e saktë të Kadrit, dhe nga gëzimi unë dola që t'i informoj shokët e mi se kur është ajo natë e cila ka peshen edhe vlerën e saj madhështore. Mirë po në moment që dola nga shtëpia, pash se dy njerëz po ziheshin mes vete, edhe duke investuar në përmirësimin e raporteve tek ata dy njerëzit, më hum nga mendja data apo nata, se çfarë nate është nata e Kadrit. Sigur se Resulullah a.s. dëshiron neve të na jep një mesazh, me të vërtetë çrregullimi, armiqësia, zonka mes vete, çdo herë në jetë neve do të na humb të bukurën edhe të shenjtën. Për atë e ditura e jonë është që ne të jemi pjesë e këtij maratonit 10 ditor, që ne të investojmë vetvete në disiplinën imanore për ta kërkuar të bukurën e natës së Kadrit. Është interesant se konceptin që ne duhet ta ngrisim për natën e Kadrit, për ta kuptuar më bukur dhe më mirë natën e Kadrit, është ajo që ne vazhdimisht po e kërkojmë natën e Kadrit, mirë po asnjëherë nuk po e kërkojmë Zotin e natës së Kadrit. Ajo që ne duhet ta dim, para disa vitesh, disa haxhiler të Algjirit kishin shkuar në Qabe për umre, edhe po bënin tavaf. Njëri prej atyre haxhive ishte mbështetur për murin e Qabës edhe e luteshte murin. Mirë për në mesin e tyre kishte qenë një hoxh i urtë, me urtësi dallume në atë shoqëri dhe në atë grup të umrexhive, edhe ishte drejtuar këtij haxhiut me shprehje: a mundesh të më ndëgjosh 10 suret e fundit se me çfarë melodie po i këndoj? Edhe ky hoxh kishte startuar të lexoj këta 10 suret e fundit, mirë po kur kishte arritur te sura Li Ilafi Quraysh, shprehja e cila është brenda kësaj sure Felyabudu Rabb hadha al-bayt, ky imam e kishte lexuar Felyabudu hadha al-bayt, pa e shprehur shprehjen Rabb, le të adhurojnë Zotin e Qabes. Mirë po ky imam në gjuhën shqipe ishte shprehur le të adhurojnë Qabe. Mirë po ky haxhiu tha: imam, me plot dashurinë dhe respektin që kam ndaj teje, mirë po 3 herë po e përsërit të njëjtin gabim, Felyabudu Rabb hadha al-bayt, le të adhurojnë Zotin e kësaj Qabe dhe jo le të adhurojnë Zotin dhe jo le të adhurojnë Qaben si objekt. Mirë po pastaj ky imam ju drejtua me plot urtësi, dashuri edhe mirëkuptim: i dashuri im, derisa ti po më korrigjon në shprehjen kuranore që ne duhet të adhurojmë Zotin e Qabes, cila ishte arsyeja se ti po adhuronte vetëm murin e Qabes. Atëherë, ky haxhiu e kuptoi se ne duhet ta ngrisim edhe konceptin e Qabes për ta kuptuar se ne po bëjmë ritual fetar në Qabe për ta adhuruar në formën më të bukur Zotin e Qabes, dhe jo për ta adhuruar vetëm objektin e Qabes, me plot shejtërinë, dashurinë dhe respektin që kemi. Po të njëjtën koncept ne duhet ta kthejmë edhe te çështja e natës së Kadrit. Vazhdimisht shoqëritë tona po vrapojnë për nxënien e natës së Kadrit. Mirë po ne duhet të themi vetvetes jo, ne duhet të vrapojmë për të arritur dashurinë, mëshirën, respektin edhe falin e Zotit të natës së Kadrit, nga se është natë e cila në formën më të bukur i zbret begatit edhe të mirat për robërit e vet, edhe ne duhet ta kërkojmë mëshirën, dashurinë edhe Zotin e natës së Kadrit. Shpërbleft. Përmendet shumë herë natën e Kadrit, mirë po pse dallohet kjo natë e Kadrit? Çfarë ndodhin këtë natë, pse muslimanët e dallojnë dhe pse Allahu e dalloi nga krejt ditët dhe netët e tjera? Realisht nëse i kthehemi burimeve shariatike, shohim se në Kur'an është edhe një sure e cila po mban të njëjtën emër. Allahu e thot: inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e zbritëm atë që ka për qëllim Kur'ani në natën e Kadrit. Përsëri Allahu xhaleshano e përmend: ne e zbritëm Kur'anin në një natë të bereqetshme, duke na treguar neve se natën për të cilën ne po kërkojmë
është natë e cila ka zbritur një kushtetut për tërë njerëzimin që në formën më të bukur t'u ndërton jetën e kësaj bote edhe t'u shpëton jetën e botës tjetër. Natën që ne po e kërkojmë është një natë e bereqetshme, e cila vazhdimisht i zbret bereqetet e vitit të ardhshëm, vetëm se e jona është që ne ta kërkojmë edhe ta hulumtojmë këtë lloj bereqeti. Edhe në historinë tonë shqiptare apo islamet i themi në përgjithësi, ditët edhe netët që kanë ndodhur rastet e caktuara madhështore, ne vazhdimisht po i kujtojmë. Ashtu sikur se e kujtojmë luftën e Bedrit, luftën e Uhudit apo lindjen e pejgamberit alayhis salam, sikur se Zoti neve dëshiron të na tregon, nata e Kadrit është një natë e cila ka ndodhur një rast madhështor që për hir të asaj madhështie ju duhet ta kërkoni shpëtimin tim. Gjithashtu ne duhet ta dimë se nata e Kadrit është nata e cila e filloi ndriçimin e gjithë njerëzimit, e filloi zhdukjen e idhujve, edhe i filloi zhdukjen e paditurisë. Është natë e cila e ripërtriu njeriu dhe e ndërtoi një njeri të ri. E nxori njerëzimin nga errësira e paditurisë, e nxori në dritën e shpëtimit dhe vetëm për hir të kësaj nate, Allahu xhaleshano thotë se është një natë e bereqetshme. Sikurse Zoti dëshiron neve të na thotë, nëse ju dëshironi t'i theni idhujt e jetës tuaj, nëse ju dëshironi ta vdisni paditurinë në jetën tuaj, nëse ju dëshironi që vazhdimisht jeni të lumtur, të buzëqeshur dhe të harreshëm në jetën tuaj, vazhdoni investoni në këta netëshet e fundit për ta gjetur madhështinë e kësaj nate, për ta gjetur madhështinë e natës së Kadrit. Edhe për hir të madhështisë së Kuranit që ka kjo natë, Allahu xhaleshano të njëjtën kohë ka shtuar edhe shpërblimet. Për atë thuhet në Kur'an se nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Nuk e ka kufizuar Allahu xhaleshano natën e Kadrit vetëm me 1000 muaj. Mirë, po ka si numër më i lartë që kanë pasur arabët e asaj kohe, ka qenë shuma 1000. Edhe Allahu për t'i bindur ata se për vlerën e natës së Kadrit, është shprehur se është më me vlerë se 1000 muaj. Sikur se të kishte pasur edhe numra më të larta se sa numri 1000, Allahu xhaleshano do ta përmendë në Kur'an edhe këtë vlerë. O gjendëruar, si duhet të veprojmë në kërkimin e kësaj natë, si duhet ta kërkojmë, si duhet të veprojmë këtë natë nëse na jepet rastin këto 10 net të adhurojmë, dhe si duhet ta kërkojmë natën e Kadrit. E jona është vazhdimisht të kthehemi jetës Muhamedit alayhis salam dhe orientimin se si ai u bëri sahabëve të tij për kërkimin e natës së Kadrit dhe jo vetëm. Vazhdimisht pejgamberi alayhis salam i orientonte sahabët që jetën e tyre ta ndërtojnë me lutjet të vazhdueshme të Allahu xhaleshanu. Veçanërisht në këta 10 netëshit e fundit. Kur njëri nga sahabët e ndëgjoi pejgamberin alayhis salam duke thënë se luteni Allahun nga sa Allahu ju përgjigjet lutjeve tuaja, ai tha ja Resulullah, po në çfarë forme ti parashtrojmë lutjen Allahu xhaleshanu? A duhet ta ngrisim zonin apo të lutim në heshtje? Allahu xhaleshanu tha wa idha sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nëse pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër. Sigurisht Zoti xhaleshanu deshi t'i tregoj edhe Muhamedit alayhis salam, po edhe krejt njerëzimit se lutjen që ne ja parashtrojmë Allahun xhaleshanu nuk ka të bëjë me distancën apo me ngritjen apo uljen e zërit. Ka të bëjë me brendësinë tonë imanore edhe me sinqeritetin tonë imanor se si drejtohemi Allahut xhaleshanu. Është interesant si ajet, nëse do e shohim yeseluni kanil khamri wal maisir, nëse të pyesin ty për alkoolin dhe bigjozin, çdo herë Allahu ka përmend kul, thuaj o Muhammed. Nëse të pyesin ty për dispozitat e tjera që përmenden në Kur'an, vazhdimisht ka përmendur Allahu xhaleshanu shprehjen kul, thuaj, që e ka orientuar pejgamberin alayhis salam për t'u dhënë përgjigje pyetësve. Mirë, po vetëm për çështjen e duas, Allahu xhaleshanu nuk e ka futur shprehjen kul, thuaj o Muhammed. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse të pyesin ti robërit e mi për mua, unë jam afër. Nuk është shprehur thuaj o Muhammed, unë jam afër. Sigurisht Allahu xhaleshanu ka dëshiruar të na shpreh neve se ajo e cila është mes meje dhe robit tim, unë asnjëherë nuk e lejoj depërtimin edhe robit tim më të dashur mes nesh. Ne gjithë dimë se Muhamedi alayhis salam është krijesa më e dashur te Allahu xhaleshanu. Mirë, po ajo e cila është mes nesh si krijesa edhe me Zotin si krijues, Allahu thot për brengën edhe derdhin edhe nevojën që ne ti e ke vetëm me mua, unë nuk e lejoj depërtimin edhe më të dashurit tim. Kjo është në formë direkte mes nesh. Për atë edhe për 10 netëshin e fundit, pejgamberi alayhis salam orientimin më të bukur na ka dhënë që vazhdimisht bëjmë lutje, edhe ajo e cila
na gjallëron imanin ton edhe na fuqizon me një energji imanore më tepër, është pyetja që Hazreti Aisha ja parashoi pejgamberit alayhis salam kur vazhdimisht Resulullah alayhis salam tregonte për madhështinë e natës së Kadrit, tha ja Resulullah, po nëse harim këtë natë të Kadrit apo derisa jemi pjesë e kësaj maratone, çfarë duhet të veprojmë apo çfarë duhet të them? Pejgamberi alayhis salam ne tregoi një lutje të bukur, lutje e cila në formën më të bukur na tregon nevojën tonë të jetës, mirë po veçanërisht nevojën tonë brenda kësaj maratone të natës së Kadrit. Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zoti im, me të vërtetë ti je falës, e don faljen, andaj të lutem më fal mua. Nëse e shohim në kontekstin gjuhësor, shpreha el afu në gjuhën shqipe nuk e ka vetëm qëllimin e faljes, po e ka kuptimin e asgjësimit të mëkateve që ne me apo pa vetë e dim të veprojmë në jetën tonë. Kur shprehet termin el af, do thot o Zot, mi asgjëso të metat e mia që unë i di edhe nuk i di. Se ne kur të dalim ditën e gjykimit, të metat që Allahu xhaleshanu do të na fal, do të na kujton se këta i ketë falura. Mirë po kur i drejtohemi Zotit me shprehen el af, do thot o Allah, të lutem mi asgjëso të gjitha lëshimet që unë i bëj në jetën time, që i di apo nuk i di, edhe të lutemi o Allah, sikur se shprehemi, mos mi përkujto ata edhe kur do të dalim para teje. Amin. Nderuar, një mesazh për fund për të gjithë ata të cilët na shikojnë dhe na dëgjojnë. Çka mund të përfitojmë nga si mesazh, si porosi e kësaj nate? Mesazhin që unë fillimisht dëshiroj t'ja përcjell vetvetes, po ta përcjell edhe te ju. Këta 20 ditëshit e para të Ramazanit, na vazhdimisht kemi investuar në kapitalin ton imanor, mirë po këta 10 netëshit e fundit të Ramazanit duhet më fuqishëm ta tregojmë fuqinë e imanit ton, edhe më fuqishëm ta tregojmë përkushtimin ndaj Allahu xhaleshanuhu që kërkojmë vetëm një send. E kërkojmë vetëm falje, edhe ta përfundojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit me shpresën të dalim sikurse fëmiu që vjen këtë botë me mëkate të shlyera, edhe ne me shpresën që kremtimin apo festimin e Bajramit të arrijmë në këtë nivel me mëkate të falura, duke e përdorur vazhdimisht shprehjen që e përmendëm edhe më herët, Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zoti im, për hir të madhështisë tënde, të lutemi të na asgjësosh të gjitha lëshimet që ne po i bëjmë në jetën tonë, me apo pa vetdije, nga se vetëm ti je ai i cili i asgjëson lëshimet tona. Me shpresë që Allahu xhaleshanu të na nxjerrë faqebar nga kjo botë. Amin. Dhe ahiretin ton ta kemi edhe me faqebardh inshallah. Inshallah. O gjendëruar, Allahu ju shpërbleft për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborimin shumë të qartë mbi natën e Kadrit. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Zia Efendi Ismaili. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu u apranoft agjërimet dhe lutjet e juaja. Wassalamu alaikum.